Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Roland Qafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Satira dhe humori janë gjërat më serioze në një vend qesharak. Nuk do ta bëj si quiz kush e ka thënë këtë, por autori i kësaj nuk është i huaj, është shqiptar dhe është një prodhimtar i jashtëzakonshëm i sloganeve, i postulateve, i aforizmave, i konkluzioneve dhe sidomos atyre që quhen konkluzionet të satirave. Por jo vetëm kaq. Ai ishte autor i shumë librave, gazetar, satirist, humorist, por dhe një miku im, por i emisionet të mia në karrierën time dhe bashkëpunëtore dhe në gazetat ku kam punuar dhe drejtuar. Dhe sot pas një lloj pauze që nuk e di pse publike, se kështu shkruajnë gjithmonë, nuk e di pse e ka patur këtë pauzë, me zi mbusha mendjen, por unë kam ngulin e kam specialitetin tim dhe Luan Lazën nuk mund të refuzonte. Kështu që kam kënaqësi ta kem Luan Lazën në emisionin Dekalog. Luan, të falenderoj shumë që më në fund erdhe. Edhe unë të falenderoj që më krijove mundësi të vi në këtë studio, ku të ndjek her pas here, jo vetëm ju, por edhe kolegat e tjerë. Se ti më ke ndjekur nga këta sigurisht. Të ndjek si më pas. Siç më diste mua një lexues më tha të kam ndjekur. Ke ndjekur pas, ti ke qenë i sigurimit tash. Jo, tha lexues për shejtan, tha, më fal. Luan, pse ke qenë i heshtur këtë kohë? Ç'a ka ndodhur? Pse, ti ke qenë një zë shumë interesant për mua në media, si një gazetar, si një analist, pa diskutuar, pa u futur te botimet, dhe të paktën një herë, dy herë në javë të kisha analizën tënde, qoftë në ekran, po edhe me qëndrimet e tua dhe në gazeta. Çka ka ndodhur? Ke ja më shumë se 5 vjet. Mos pate probleme goditje të rënd nga Covidi apo çfarë? Jo. Po çfarë ndodhi? Covidi më i madh është klasa politike që kemi ne këtu, që ne do të rrim të rjetër me maskë vetëm për kësaj klase politike. Sa e bukur. E ndjej se këtu s'ka fjalë të ndreqë situatën. S'ndo asgjë së ndreq. Dhe jam zhgënjur në kuptimin nuk bie dëshpërim. Jam zhgënjur, por nuk bie dëshpërim vet. Dhe merrem me satirat e mia. Po zhgënjimi është kështu, trokitje për dëshpërim. Po jo, tek unë nuk ajo port nuk funksionon sepse unë kam një mjet për të shkarkuar, siç është satira, paradoksi, aforizmat dhe mendimet e mia i them atje. Atëherë, unë do ta filloj bisedën sepse do kemi goxha kohë për të konsumuar, po do ta filloj bisedën me disa satira. Unë në fakt, Luan, jam një fan i yti dhe një nga fansët e tu të satirave që ti publikon, dhe ti publikon 10, 15, 20 në Facebook dhe unë them 5 me 5 yje, 7 me 5 yje. Gjeja të më të miri që më pëlqen mua sigurisht. Dhe pyetja ime është, kush i lexon, ç'a kategorie, kush i lexon satirat e tua? Të them emra tani, pse emra s'mund të them dot. Po kategoria pra, politikan, gazetar, lexues, miqtë e mi, ata që unë kam miq në Facebook, intelektual, shkrimtar, aktor, për shembull, një nga ato është Visar Zhiti që e kam lexuar shumë të rregullt, madje ka bërë një parathënie e një eset të gjatë. Robert Drenika, të cilin e kam lexuar të parë. Robert Drenika. Po, edhe më ngacmon her pas here, është miku im, është i mrekullueshëm, aktor i madh. Po. Dhe gazetar, poet, Agim Bajrami nga Durrësi, njerëz të ndryshëm, Shpend Topollaj, Spartak Topollaj, vllajti diplomati i njohur. Pra, kam plot s'mund t'i përmend të gjithë nga Amerika, shqiptarë, gazetarë që janë shpërndar në Erben Vata, miku ynë i përbashkët. Është në Suedi. Në Suedi. Pra, Gani Leka, në Itali, etj. Kam lexues të gjithë farë lloj. Ata që e ndjen veten dhe mendojnë. Tani je gazetar apo satiristi? Unë jam burr i martuar dhe satirist. Se martesa është zanat nga më të vështirë dhe edhe për punë ti e bëri gjysh për punë, po le mos fol për martesën sikur i djali i ri tani. Ti e bëri gjysh apo? Çfarë thua? Sa herë e bëri gjysh? 4 herë. 4 herë. Do flasim për jetën tënde pra. Kafshët janë antistres. Kafshët që njoh unë janë stresi vet. Sa më ka pëlqyer. Unë kam zgjedhur nga, po themi, diku te 1000, unë kam përzgjedhur disa. Të isha i ri, do besha mjek veteriner. Ka plot kafshë sot. Në kështu, therë se fare. Vetëm prano të bësh hajdut, se pasuria dhe imunitetit vjen vetë. Se kam qeshur me Janë vërtet këto.
Edhe njeriu me i zgjuar në fund e kupton se është treguar idiot. Kur prona merr vlerë me kalimin e kohës, pronarit i bie vlera. O, sa e bukur. Njerëzit që nuk vlejnë as i lek, ka të çmim më të lartë. Kur shoh qenin tim të stresuar, kontrollohem unë te psikologu. Në diktaturën e ignorancës, vetëm çmenduria të bën njeri të lirë. Kemi pak histori, shumë histeri. Edhe histeris i themi histori. Bukur fare. Deri tani kam ruajtur nderin, nuk jam dekoruar asnjëherë. Kërkojmë besnikërinë e qenit dhe kafshojmë të tjerë si qen. Unë ndryshova, ai jo, është njeri me karakter, ka mbetur gomar. Njeriu më i zgjuar është ai që i di se suksesi vjen nga ignoranca. Luan Laze, tu bëv dita imi. Mësoj nga ignorantët, ata nuk e pratisin kur ignorancën e tyre. Besnik është ai që nuk heq dorë nga tradhtia për arsye ndreshmërie. Ore si bën ti këto? Këto janë perla, këto nuk janë, po bëtoj cakshë. Këto janë perla. Kënaqet njeriu, do të lën një shije të mirë Luan, që mua më kënaq, unë lexoj me qejf. Të falenderoj Landi sepse vërtet ti je nga të vetmit miq gazetar intelektual që e ke ndjekur krijimtarinë time dhe më ke vlerësuar gjithmonë. Të falenderoj me shpirt, sepse nuk është pak kur një koleg, një i asaj fushë të thot fjalë mirë, ti thot edhe publikisht. Nuk e thon, ne jemi xheloz. Ne po kudo. Mo xhelozët pinë uthull tani. Ti e ke thënë, të falenderoj. Këto unë kështu kam menduar gjithmonë që shumë i ri, unë kam botuar në gazetën Drita, në Osteni, vazhdimisht. Do të thënë e ke filluar botimin në cilin vit Luan? Unë e kam filluar me poezi në fakt, në gazetën Adriatiku ku isha ushtar në Durrës, në Kavaj, isha në kufi. Edhe ti se vazhdove shkollën lart? Komandanti, jo. Me gjithë lutet që më bënte drejtori Golli, më thoshte, "Mo qera ata, po hajde more bëne atë shkollë, se kemi edhe gomer të tjerë, edhe ti su bë qametin." Si thosh, kemi gomer të tjerë që po bëj shkollë. Hajde dhe ti bëj shkollë. Po drejtori ishte fantastik. Pa edhe ti në duesh me shkollë, pa hajde. Ta thoshe drejtori. Po e thoshe drejtori. Unë doja drejtorin jashtëmase, ishte njëri, ai siç ka krijimtari, ka edhe jetën. Të sinqertë, të pastër. Lumë ata që kanë njohur, unë për mua ka qenë fat që kam njohur. Dhe ti nuk e bëre se s'do të bësh gomar. Shiko, gëzimi më i madh në shkollë, që në shkollë të mesme ishte kur më nxirrin nga ora mësimit. Kur leja shkollën, do thonë lirinë unë e kam pasur gjën më të shtrenjtë. Nuk doja do disiplinë. Gjimnazin, si gjimnaz bëre? Kisha frikë sa me frashi. Kisha frikë të kur vinte mësuesja matematikës, e kimis, sinusi, kosinusi, ishin fjalë të tmerrshme. Sinusi dhe kosinusi. Shlidhje, ku s'kam dëgjuar ndonjëherë në bisedë njerëz, thosha, unë takova sinusin, kosinusin, ka punu me sinusin. Çfarë këto fjalë? As na duhen fare.